Të nderuar shikuesi, përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Orët e para të mëngjesit të sotëm është shembur një pjesë e banesës 34 Shefico në lagjen Palorto në Gjirokastër, monument kulture i kategorisë së parë. Sipas të dhënave janë shembur 2 dhomat e gjumit. Fatmirësisht në momentin e shembjes e zonja e shtëpisë Lule Fico nuk ndodhej në ato ambiente. Miratohet harta prioritare e investimeve për paketën e maleve në Tepelen, ku përfshihen Kurveleshi me 9.673 hektar, njësia Lopës me 3.721 hektar dhe Qëndër Tepelen me 19.291 hektar. Ky projekt synon të nxjisë investimet në agroturizëm, bujtina familjare, për punim produktesh bujqësore, blegtorale, si dhe turizëm natyror e kulturor. Qarku i Gjirokastrës vion të dëshmoj vlerat e rëndësishme historike që nga periudha e antikitetit. Lugina e Drinos karakterizohet nga një përqendrim i pasur monumentesh dhe pikash arkeologjike, ku kërkimet dhe studimet po kontribojnë në njohjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie. Këtë të diel luftëtari do të pres në shtëpi kryesuesin e tabelës së klasifikimit Skënderbeun. Në këtë takim të javës së 24 të kategorisë së parë, bluzinjt synojnë të dalin me pik, është shprehur trajneri Bledari Devolli, pavarësisht pozitave të kundërshtarit. Ju njohim tani më gjerësisht. Në orët e para të mëngjesit të sotëm është shembur një pjesë e banesës 34 Shefico në lagjen Palorto në Gjirokastër, monument kulture e kategorisë së parë. Sipas të dhënave janë shembur 2 dhomat e gjumit. Fatmirësisht në momentin e shembjes e zonja e shtëpisë Lule Fico nuk ndodhej në ato ambiente. Specialistët e DRKK Gjirokastër kanë qenë në vendngjarje për të vlerësuar dëmet e më pas për të parë ndërhyrjet e mundshme që do të bëhen në terren. Orët e para të mëngjesit të sotëm një pjesë e madhe e banesës historike Fico, e njohur si monument kulture në lagjen Palorto në Gjirokastër, ka pësuar shembje, por fatmirësisht pa pasoja për jetën e banorëve. Shembje kanë pësuar 2 dhomat në katin e 3 që përdoreshin si dhoma gjumi, ndërsa u dëmtuan orendit dhe pajisjet shtëpiake. Policia dhe specialistët e DRKK-s janë në vendngjarje për të vlerësuar dëmet dhe për të planifikuar ndërhyrjet. Punimet parashikohen të kryhen në kohë të thatë për shkak të lagështirës dhe terrenit. Isha në punë, më lajmëroi djali hallës në Itali. Ora taksi erdha, këtu qenë policët, qenë gjitonët një herë që u ndodhen në të parët. Halla qeçuar në mëngjes, si gjithmonë. Ndiste sopën si Gjirokastrite, gjë e pan ndiste sopën dhe pinte ilaçet, hante mëngjesin. Kishte harruar një ilaç nga dhoma e gjumit, fajti të pinte ilaçin atje dhe të shtriem. A që fati për i saj dhe i fëmijëve të saj, se ka fëmijë të mrekullush. Djali e monitoronte nga jashtëtetit me kamera, u bë alarmat se pa dhe policët që u futën atë kohë. Shteti ka vërë dorë, po them njerëzit janë të gatshëm që të punojnë me del ose me seriozitet në çdo punë që vinë e bëjnë. Kjo banesë mbetet një nga pasurit më të rëndësishme arkitekturore të lagjes Palorto dhe një monument i veçantë kulture në Shqipëri. Miratohet harta prioritare e investimeve për paketën e maleve në bashkinë Tepelen, ku përfshihet njësia administrative Kurvelesh me 9.673 hektar, Lopës me 3.721 hektar dhe njësia administrative Qëndër Tepelen me 19.291 hektar. Ky projekt synon të nxjisë investimet në agroturizëm, bujtina familjare, për punim produktesh bujqësore e blegtorale, si edhe turizëm natyror e kulturor. Në bashkinë Tepelen ka përfunduar harta prioritare e investimeve në turizëm për paketën e maleve, ku janë miratuar 3 zonat që përfshihen në këtë program. Njësia administrative Kurvelesh me një sipërfaqe 9.673 hektar, njësia Lopës 3.721 hektar dhe Qëndër Tepelen 19.291 hektar. Sipas të dhënave, të interesuarit mund të aplikojnë në portalin e-Albania duke plotësuar dokumentat përkatëse. Kemi 3 zona të
të miratuara, që kemi ndara sipas njësive administrative, në fakt, njësi zona zhvillimore Kurvelesh, zona zhvillimore Lopës dhe zona zhvillimore Qendër Tepelen. Pasi janë miratuar zonat, janë hedhur dhe hartat në formatin e ASIG-ut për të bërë aplikimin në e-Albania. Aplikimet kanë filluar, Bashkia Tepelen ka bërë njoftimin në datën 4 shkurt për aplikimet dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim. Aplikimi bëhet nëpërmjet portalit e Albania. Dokumentacioni i nevojshëm është plan vendosje, e hartuar nga inxhinier gjeodet i licencuar dhe një dokument që vërteton lidhjen me pronën, dokument pronësie i vjetër, domethënë ish pronësia apo faturat pagesave ndryshme të energjisë apo faturat e tjera, ose i vërtetim apo dëshmi nga banorët që e ka poseduar tokën më shumë se 10 vjet. Ndërkohë bëhet dhe përshkrimi i projektit që do bëhet investimi për atë tokë që kërkohet. Ndërsa në fazën e parë në Bashkinë Tepelen ka patur rreth 110 aplikime, shprehje interesi për paketën e maleve. Aplikimet e para që kanë qenë për shprehje interesi kanë qenë mbi 110 aplikime, ndërsa tani duke qenë që personat të interesuar merren me përgatitjen e dokumentacionit, aplikimet tani nuk i ke marrë akoma të parat nga sistemi, tani kanë filluar si aplikime, kanë filluar bërja aplikimeve nga dhënat që kemi, por nuk i kemi marrë akoma. Paketa e maleve synon të kthejë zonat e lëna pasdore në hapësira ekonomike aktive, duke nxitur investimet në agroturizëm në bujtina familjare për punim produkte zhbujqësore blegtorale karakteristike të zonës, në artizanat dhe në turizëm natyror dhe kulturor. Përmes një procesi të thjeshtuar administrativ, ligji i ri lejon poseduesit jo pronar të tokës në zonat malore të regjistrohen ligjërisht pas një verifikimi të thjeshtuar nga bashkia. Ai lejon dhënien e pronës me çmim simbolik €1 për ata që kanë plan zhvillimi dhe e marrin lejen përkatëse, si dhe parashikon përjashtim nga disa taksa për 10 vjet, si TVSH, tatim mbi të ardhurat dhe taksa infrastrukture për 500 aplikuesit e parë në program. Në pikën kufitare KKV, fal kontrolleve të shtuara nga policia kufitare në bashkëpunim me autoritetet doganore bazuar në informacionet policore dhe analizën e riskut, është bërë mundur parandalimi dhe goditja e një rasti tentative për trafikim të lëndëve narkotike drejt Greqisë. Kontrollet intensive me mjete logjistike bashkëkohore, shërbimet e policisë dhe doganës gjetën të fshehura në brendësi të një kamioni rreth 166 pako me lëndë narkotike kanabis, me peshë totale rreth 350 kg. Vihet në pranga drejtuesi i kamionit ku u gjet lënda narkotike. Shërbimet e policisë kufitare, si rezultat i kontrolleve të imtësishme për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e tentativave për trafikim të lëndëve narkotike, si dhe intensifikimit të kontrolleve bazuar në analizën e riskut dhe informacionet në rrugë operative, në bashkëpunim me autoritetet doganore dhe seksionin për hetimin e lëndëve narkotike në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër. Kaluan për kontroll të detajuar në skaner dhe më pas në vijën e dytë në dalje kamionin që drejtohej nga shtetasi e që nga kontrolli i imtësishëm. Shërbimet e policisë gjetën të fshehura në një vend të krijuar posaçërisht në dyshemen e kamionit poshtë shtresës së saj, rreth 166 pako, brenda të cilave kishte lënë narkotike të dyshuara kanabis me peshë totale rreth 350 kg. Në vijim të veprimeve të parahetimore, specialistët për hetimin e narkotikëve të drejtorisë vendore të policisë Gjirokastër arrestuan në flagrancë shtetasin e që 33 vjeç banues në Tiranë, shoferi kamionit. Strukturat e drejtorisë vendore të policisë në Gjirokastër, në bashkëpunim me DVP-t e tjera në drejtimin e prokurorisë Gjirokastër, po vijojnë veprimet hetimore për identifikimin e personave të tjerë përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet proceduriale do t'i kalojnë prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike. Qarku i Gjirokastrës vijon të dëshmoj vlerat e rëndësishme historike që nga periudha e antikitetit. Lugina e Drinos karakterizohet nga një përqëndrim i pasur monumentesh dhe pikash arkeologjike, ku kërkimet dhe studimet po kontribojnë për njohjen e vlerave dhe promovimin e kësaj trashëgimie. Këto vepra po ndikojnë drejt për drejt edhe në shtimin e interesit të vizitorëve vendas dhe të huaj, duke e kthyer zonën në një destinacion ku historia, kultura dhe natyra ndërthure natyrshëm.
Trashëgimia kulturore i qarkut të Gjirokastrës është ndër më të pasurat në vend, me një numër të konsiderueshëm monumentesh dhe pikash arkeologjike që dëshmojnë historinë miravjeçare të kësaj treve. Një pjesë e rëndësishme e tyre ndodhe në luginën e Drinos, një zonë me vlera të veçanta historike dhe kulturore. Në këtë hapësirë përfshihen site arkeologjike që datojnë që nga periudha e antikitetit. Gërmimet dhe kërkimet arkeologjike vijojnë ende, me synim për të zbuluar element të rinj që hedhin dritë mbi historinë dhe zhvillimin e zonës ndër shekuj. Gjirokastra është rrefi që ka më shumë monumente, lugina e Drinos, se çdo luginë tjetër në vendin tonë. Dhe përfshin, duke qenë një luginë e begat që në antikitet, përfshin një djathësi të gjatë nga periudha prehistorike, me tumat e Vodinës, Shqepunës, Valares, në periudhën antike qytetare me qytetet e madhështore si që është Antigoneja, Mellani, është Labova, Selo, Lekli e shumë të tjera që përfshin në këtë zonë. Po evidentojmë çdo ditë më tepër elemente mjaft të rëndësishme që bizotrojnë dhe zënë vend jo vetëm në historinë, kumtojmë në historinë tonë kombëtare, po dhe ndërkombëtare për këtë krajinë jugore që në antikitet e kishte emrin e Epir. Krahas Ilirëve, Helenëve, këta ishin dhe epirotët që përfshin Sarandën, Prevezën deri në lekën të Pelenës. Këto gërmime realizohen në bashkëpunim me arkeolog, vendas dhe të huaj si edhe studentë të degëve përkatëse, të cilët zhvillojnë praktikat e tyre mësimore në këto site. Gërmimet janë në vazhdim e bashkëpunim me të italianët në Antigone, me amerikanët vazhdojmë në Butrin, Notre Dame, kjo është Macerata, Roberto Perna, David Hernandez, amerikani, dhe Enrico Giorgi është në Finiq. E gjitha këto pikat që tregojnë një interes të veçantë edhe në vazhdim dhe kanë luajtur një rol të rëndësishëm për studentët që i përdorin këto italian, amerikan për të mbrojtur doktoraturat e tyre. Zbulimet arkeologjike dhe promovimi i vlerave historike po ndikojnë drejt për drejt edhe në rritjen e interesit turistik për zonën. Vizitorë vendas dhe të huaj po e shohin gjithnjë më shumë luginën e Drinos si një destinacion ku ndërthuren historia, kultura dhe natyra. 82 vite pas ndarjes nga jeta, Lazarati përkujtoi sot heroin e popullit Muhamet Gjolesha në qendër të fshatit në lapidarin e ngritur në nderim të të rënëve u vendosën tufa me lule, duke vlerësuar këtë figurë dhe kontributin që i dha Shqipërisë në ndërtim dhe në luftën nacional çlirimtare. Historia e Shqipërisë është e pasur me figura të shquara, të cilat kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në rrugën drejt lirisë. Një prej tyre është Muhamet Gjolesha, simboli qendresës dhe i vlerave kombëtare. Lazarati e përkujtoi sot djalin e saj në 82 jetorin e ndarjes nga jeta në mënyrë makabre, ekzekutim me varje në litar, duke vendosur tufa me lule në lapidarin e vendosur në qendër të fshatit. Ishte një djalë nga familje shquar patriotike, i përkushtuar dhe i shquar në aktivitetin administrativ të Republikës atëherë dhe bini një familje me emër jo vetëm në Lazarat, por edhe në të gjithë trevën jugore ku jemi të pozicionuar gjeografikisht. Ai dha jetën për një Shqipëri të lirë, demokratike, që të përparoj atë dhe ujnë, gjatë gjithë kohës pa pushtues. Ne sot këtu vendosëm buqeta me lule të lapidari të qendra e fshatit Lazarat dhe kjo ceremoni shërben si shembull frymëzimi për të gjithë fëmijët e Lazaratit dhe jo vetëm, për të punuar të gjithë së bashku për atë dheun ton të dashur, për vlerat që na trashëguan të gjithë të rënët, midis së tyre edhe djali i shquar Lazaratas, Muhamet Gjolesha. Lavdi të përjetshme djalit Lazaratas Muhamet Gjolesha. Muhamet Gjoleshi lindi në Lazarat në vitin 1914, edhe me mbarimin e shkollës fitore 7 vjeçare këtu, shkoi në shkollën e mesme Hari Fulç në Tiranë. Me mbarimin e shkollës mesme Hari Fulç, aktiviteti i tij në Tiranë ishte shumë i madh.
Ai punojti në Ministrinë e Botores, atje dhe ka dhënë kontributin e tij në ndërtimet në atë kohë në gjithë vendet e Shqipërisë, nga Shkodra deri në Gjirokastër. Muhameti kishte aktivitet të madh revolucionar. Mirë, por ranë si të keq në atë kohë, edhe u ndoq në mbrapa. Me ndjekjen e tij në mbrapa e kapën dhe në 28 shkurt 1944 Muhamet Gjoleshi varet në qendër të Tiranës. Për nder të tija kanë marrë shumë ndërmarrje dhe rrugë në Tiranë, edhe në gjithë Shqipërinë. Banorët e Lazaratit e vlerësojnë Muhamet Gjoleshën si një njeri të jashtëzakonshëm që i dha Shqipërisë kontributin e tij jo vetëm në fushën e ndërtimit, por edhe në luftën antifashiste nacional çrimtare. Muhamet Gjoleshi është biri i këtij fshati, është nga të paktit e varur nga forcat gjermane dhe bashkëpunëtorët e gjermanëve, dhe ndërkohë ne të gjithë jemi këtu, jemi në zënës të shkollës Muhamet Gjoleshi. Projekti i kësaj shkolle është vepër e Muhamet Gjoleshi dhe askujt tjetër. Njeri me shumë kontribute, një vlerë jo vetëm për fshatin, por për kombin. Në Tiranë ka emër rrugë, ka emër shkollash, ka emër ndërmarrjesh, e tjera personalitet i parritshëm për kombin shqiptar. Populli Lazaratit figurën e ndritur të birit të tij e përjetësoi duke i vënë emrin shkollës së fshatit, ndërsa një vit më parë gjeologu Halil Meto Hallaçi votoi librin Muhamet Gjolesha kujtese e përjetësisë. Shoqata bamirëse Stia Dropull organizoi në Dervician aktivitetin e përvitshëm me fëmijët. Amator të ardhur nga Gjirokastra krijuan një atmosferë festive dhe të gëzueshme për vogëlushët. 10 fëmijë Dropullit, por edhe të ardhur nga Bashkitë Fqinje, ju përgjigjen ftesë shoqatës bamirëse Stia Dropulli, e shqipruar Mata Dropullite për të festuar ritin tradicional të prerjes së pites dhe rritet karnavaleve me rast në fillimit të Kreshmës Ortodokse. Gjatë aktivitetit saj 9-vjeçar, kjo shoqati kushton një rëndësi të veçantë kujdesit në fëmijëve, përveç mbështetjes së familjeve në nevojë. Drejtueset e shoqatës janë kujdesur të krijojnë një ambient të ngrohtë, festiv, si dhe një dekor duke plotësuar shijet e vogëlushve. Gjithë misioni jonë është bamirësia. Përveç bamirësisë që bëjmë gjatë gjithë vitit, neve kemi një objekt kryesor edhe zbatimi dhe argëtimi i fëmijëve. Duam që fëmijët që jetojnë në Dropull dhe jo vetëm të jenë aktiv, të jenë si gjithë fëmijët të tjerë, që nuk mungojnë asnjë gjë. Prandaj përmjet këtyre aktiviteteve neve fokusohemi tek zbavitja dhe argëtimi i fëmijëve në Dropull. Fëmijët u argëtuan edhe me grupin e artistëve të ardhur nga Gjirokastra. Sot kemi animator, edhe vetë animatorët tanë janë të veshur me robat e karnavaleve. Do jetë Stitchi, do jetë Arushipu, do jetë Spidermani. Ata janë të veshur vetë me robat të tjera, që të krijojmë një cik atmosferë ndryshe. Do kemi lojra, do kemi kërcime, do kemi muzikë, do kënaqemi shumë. Si gjithmonë, do kënaqemi shumë. Vitin e ardhshëm, shoqata e Stia Dropullit do të festojë 10 vjetorin e krijimit të saj, i cili do të shoqërohet me aktivitete të shumta dhe të larmishme. Ndryshojmë tani natyrën e informacioneve tona dhe kalojmë në një informacion nga sporti. Këtë të diaj luftëtari do të presë në shtëpi kryesuesin e tabelës së klasifikimit Skënderbeun. Në këtë takim të javës së 24 të kategorisë së parë, bluzinjtë synojnë të dalin me pikë, është shprehur trajneri Bledar Devolli, pavarësisht pozitave të kundërshtarit. Java 24 të kategorisë së parë në futboll do të sjellë në qytetin e Gurtë ekipin e Skënderbeut për të përballur me luftëtarin në stadiumin Gjirokastra. Nga çfarë kanë prodhuar në fushën e Blerët në takimet e fundit, pavarësisht se nuk kanë përfunduar të gjitha me fitore, trajneri Bledar Devolli shprehet se rezultatet e mira do të vinë duke nisur nga kjo ndeshje. Ndeshjes në Laç, asë rezultati në Laç, ne si staf jemi të kënaqur apo si drejtuesat. Kemi bërë një performancë mirë, por na ka munguar ato pasi fundit ose 20 metrat e fundit, aty bëhet diferenca. Dhe ne kemi cilësi me bë diferencë në këto zona. Megjithatë, thash, jemi të kënaqur nga paraqitja dhe tani më në fund kemi krijuar identitet si ekip. Edhe grupi po harmonizohen me njëri tjetrin. Po njohim njëri tjetrin më mirë, sepse jemi një ekip pothuajse i ri, që normal do kohën e vetë, por ne si staf jemi të kënaqur nga puna që po bëjmë, nga ndeshjet që po bëjmë. Normal tani duhen pikët, sepse faza e tretë
Edhe s'kemi më kohë, çdo pikë, e thash dhe rande e parë, është flori për ne. Megjithatë, ne kemi besim të ajo që prodhojmë në fushën e lojës dhe kjo na jep garanci që do vinë rezultatet që në ndeshja me Skënderbeun, dhe pse e dim që është një kundërshtar i fortë. Në këtë takim, luftëtari do të ketë vetëm një mungesë për arsye kartoni. Një mungesë kemi për çështje kartonash, por që tani çdo rol e kemi të dubluar dhe për të jemi të kënaqur me ekipin që kemi bërë, çdo pozicion e kemi të dubluar. Ka entuziazëm në stërvitje që mua më pëlqen, po punojmë me seriozitet, po punojmë të fokusuar, edhe kjo më jep shpresë që ka ndeshja e radhës të dalim me pikë, pse jo të marrim maksimumin, që shpresojmë edhe pastaj të vazhdojmë vetëm të ecim para. Devolli gjithashtu përmes mikrofonit të RTSH Gjirokastra shpreh edhe nevojën për mbështetje nga tifozëria, sidomos në këtë fazë. Kemi nevojë për tifozat, sidomos tani në këtë moment, dhe sidomos në fazën e tretë që është shumë e rëndësishme. Kemi nevojë për publikun. E shikoj që çdo ndeshje është shtuar, edhe besoj edhe shpresoj, sepse edhe emri i Skënderbeut të bën kurioz të vish në stadium. Kështu që ne kemi nevojë dhe besoj se do është probleme me rezultate. Prej kohësh bluzinjt vazhdojnë të qëndrojnë në vendin e parafundit të tabelës së klasifikimit me 19 pikë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.